Viti 2026 do të shënojë largimin e qeverisë përmes protestave qytetare, të cilët nuk do të zhvillohen vetëm në Tiranë, por do të shtrihen në të gjitha rrethet e vendit. Kështu u shpreh drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun e Kukësit, deputeti Flamur Hoxha, gjatë një deklarate për Kukës Televizion. Duke folur për protestën e radhës të paralajmëruar me 10 të shkurt, Hoxha u shpreh se pakënaqësia qytetare ka arritur nivele të larta dhe se Shqipëria sot ndodhet në një gjendje proteste të vazhdueshme. Për këtë arsye, protestat janë vijim, e gjithë Shqipëria është në protestë, siç keni parë edhe në protestën e fundit e gjithë Shqipëria zbritin në Tiranë, siç kanë zbritur edhe gjithë buksianët të angazhuar për të protestuar dhe për të qëndruar në këtë protestë, bile nga kjo qeverisë në këto 12-13 vite janë akoma të irrituar, pra kërkojnë një protestë të vijueshme, një protestë derisa të krijon kushtet si një vend evropian për të bërë zgjedhje, me një qeveri e cila i do shqiptarët, i let të lirë të votojnë dhe jep atë që ato kanë dëshirë të shprehen me votën e lirë. Pikërisht protesta dhe me tëra si bëjthirrje, siç e kanë bërë dhe jo vetëm strukturuar për të gjithë qytetarëve të qarkut Kukës, por edhe të gjithë Shqipërisë që të vërshojnë në Tiranë. Dhe jo vetëm Tiranë, po në vijim do shohim që protesta do ketë edhe në rreth të tjera, për të cilët kanë 1100 arsye, duke u bërë bashk, siç jemi bërë bashk për të qenë në kërkesa të drejta legjitime për një jetë normale. Nuk mund të vazhdojmë më. Kjo situatë është e patolerueshme. I drejtohem edhe të majtëve, të cilët ndjehen dhe ata po ashtu të frustruar, po ata të cilët pensionet i kanë minimale, çmimet i kanë të larta, spitalet i kanë në vështirësi pa ilaç dhe pa kushte, por mos flasim pastaj për çmimin e naftës, por mos flasim për trarët që janë vendosur kudo. Pra Shqipëria është në trar. Trar që të bën të jetosh, nëse do të jetosh të nënshtrohesh, dhe mbi të gjitha të largojnë dhe siç e dimi dhe jam i sigurt se çdo familje po të shoh në trungun e tij familjar ka pothuajse gjysmën e familjarëve të tij të larguar. Nëse Shqipëria do qeverisë nga qeveria që i don shqiptarët do të ishin sot 3, 4 apo 5 milion banor. Deputeti Hoxha shtoi se Partia Demokratike do të jetë në krah të qytetarëve dhe do të mbështesë çdo formë proteste paqësore, duke theksuar se ndryshimi do të vijë vetëm përmes presionit të qytetarëve dhe reagimit masiv të shoqërisë shqiptare.